vend të tillë ku festohet një jubile, ma rikujton një thënie të babës tim, kur ishte unë më i vogël dhe kur ai më këshillonte. Edhe më thoshte kujdes birë se jeta është një luftë ku gjatë gjithë jetën do të luftosh që në fund përfundosh dhe të ngelesh njeri. Domethënë është luftë shumë e vështirë. Në këto kontekste shoh edhe lajmin. Domethënë prej pluralizmit këtu në Maqedoni janë themeluar shumë milione. Kemi pas fortuna dhe rrebeshjet e tmerrshme, turbulencat jashtëzakonshme, ngjarje tronditse, dhe mediumet kanë qenë aty për krah gjithë këtyre ngjarjeve dhe shumica e mediumeve që bënin kalkulime pro komoditetit, shumica atyre nuk janë. Lajmi mbijetoi fal përkushtimit që kishin të bazu vetëm te lajmi i vërtet, pra lajmi i cili komunikoi dhe arriti të komunikojë me lexuesit e vet, dhe arriti të mbijetoj dhe sot vazhdon të jetë ende medium dhe shumë prej mediumeve flaseve në Maqedoni që kanë dalë që ishin nuk janë më. Kurse lajmi vazhdon dhe janë tani, sot feston 20 vjetorin dhe uroj të vazhdojë edhe më tej. Fillimisht e përgëzoj gazetën Lajm së bashku me ekipin e gazetës dhe pronarin dhe drejtuesin e gazetës Feyzi Hajdari, të cilët për 20 vite të plota ishin një portal informativ në plot kuptimin e fjalës, duke shqyrtuar gjitha temat të cilat i tangojnë qytetarëve të këtij vendi dhe ka bërë një punë të mrekullueshme në kuptim të informimit të drejtë cilësor në një kohë kur mediat fatkeqësisht ndoshta dolën pak nga roli i tyre. Gazeta Lajm me plot përgjegjësi mund të them dhe kompetencë edhe njëkohësi bashkëpunëtore e gazetës Lajm se ka ruajtur dinjitetin dhe integritetin profesional të gazetarisë së mirëfillt. Mund të them se Lajmi ka qenë zëri dhe dritarja e vetme në atë kohë, pas gazetës Fakti, ku shqiptarët gjenin qasjen më të lehtë për të shprehur idetë, mendimet dhe për të ndjekur politikën aktuale në atë kohë. Në atë periudhë Lajmi ka hasur në shumë vështirësi, mirë po mendoj se vullneti i mirë dhe qasja me entuziazëm të gazetarëve të asaj kohe, të ekipit të njerëzve të cilët dhe gazetarëve të mirëfillt që kanë ekzistuar në Lajm, ka bërë që Lajmi të triumfojë çdo sfidë. Është fakt se Lajmi është ballafaquar dhe media në përgjithësi në atë kohë është ballafaquar me probleme të shumta, qofshin financiare, qofshin probleme të ndryshme, por më e rëndësishmja ka qenë se ka pas çdo herë presion politik. Dhe në atë kohë ka qenë vështirë të bëhet gazetari, mirë po siç e thash edhe më herët, vullneti i mirë dhe sakrifica e gazetarëve kanë arritur që të nxjerrin më të mirën dhe ta bëjnë atraktiv tek lexuesit gazetën dhe të ketë interesim për gazetën Lajm. Por siç e dim, Lajmi gjatë gjithë kësaj kohe shkuar ka qenë në farë forme zëri i opozitar, themi jo partia, po opozitar ndaj të gjithë devijimeve që ka ndodhur në shoqëri. Ne nga përvoja jonë me shoqërinë civile, qoftë si Eko-Gerilla apo dhe më mirë për Tetovën, çdo herë kemi pas përkrahjen e madhe nga Lajmi dhe për të e përgëzojmë shumë përkaqjen që ne ka dhënë për të arritur qëllimet tona aty ku kemi ardhur. Me mrit 20 vjetorin është në Maqedoni, sidomos me rëndësi pasi këtu edhe mbijetesa dhe jetesa, qoftë edhe një personi 20 vjet më i mush, është shumë e madhe dhe ne e pam se këtu njeri mundet me i mush 20 vjet me shku në diskotek mu dofri edhe mu kthi shkrum të shtëpia, Zoti na ruaj. Për atë shkak, kurse mbijetesa e Lajmit si një medium edhe bastion i lirisë që i ka shërby arsimimit, informimit edhe emancipimit të pjesës shqiptare të shoqërisë është një punë shumë e madhe dhe ne urojmë përvjetora shumë tjerë të gazetës dhe televizionit Lajm. Unë për kësë pari ndjehem shumë i privilegjuar dhe kënaqur që jam në mesin e
jo vetëm të pronarit të gazetës, por edhe të shumë emrave tjerë eminent nga gazetaria shqiptare. Gjithsesi se vetë për vjetori 20 flet shumë për këtë gazetë. Mbaj mend hera parë kur është votuar, unë kam qenë dikun rreth 20 vjeçar dhe ajo që më lën më shumë përshtypje është se kjo gazetë ka arritur t'ju bëj ballë të gjithë sfidave të kohës. Brenda këtyre 20 viteve ka ndodhur gjëra të ndryshme, mirë po lajmi ka qenë gjithmonë konstant në politikën të cilën e ka mbajtur dhe vetë politika redaktuese ka qenë me të vërtet shumë e qëndrueshme dhe në kontinuitet ka qenë e njëjtë dhe ajo që po shtulen përshtypje është se tani me zhvillimin e teknologjisë dhe këtyre rrjeteve sociale është duke bërë dhe ka bërë vetëm një transfer shumë të mirë nga mediumi i shkruar në këtë elektronik, gjë që dëshmon edhe vetë portali i Lajm TV-s dhe gjithsesi se unë ju uroj edhe shumë suksese në të ardhmen. Sot e patëm nderin të jemi pjesë e një manifestimi të 20 vjetorit të gazetës Lajm. Dhe unë si një lexues i rregullt i mediumeve në përgjithësi në Maqedoni dhe i gazetës Lajm që 20 vite tash, mund të liresh të them se gazeta Lajm ka qenë një shtyllë, një strumbullar i përhapjes së të vërtetës, si një medium i cili e ka misionin e vet e ka përmbushur plotësisht duke raportuar, duke lajmëruar nga tereni, lajmet ashtu si duhet si përket një mediumi të vërtet. Dua ta uroj gazetën Lajm për këtë 20 vjetor. Njëherë është punë e madhe që ka arrit që të mbijetoj si medium për 20 vjet në këto kohra turbulente. Kohët kanë qenë turbulente që se është themelu gazeta Lajm. Gjatë kësaj kohe, do me thonë, pa diskutim, ka qenë mediumi vetëm, jo vetëm shqiptar, po mund themi mediumi vetëm Maqedoni, që për herë ka qenë në anën e duhur dhe në anën e lexuesit fundit. Ajo është edhe detyra kryesore e mediumeve që t'jenë një kontrollor i pushtetit edhe t'jenë në anën e lexuesve, të informojnë lexuesit. Këtë padyshim Lajmi që ka arrit që ta bëj, edhe them që është gazeta mediumi i vetëm që gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë korektor i pushtetit. Për ne, do me thonë, sidomos si lexues shqiptar, si popullat shqiptare, është padyshim një pasuri e madhe që e kemi pas edhe që shpresojmë ta kemi edhe 20-50 vjetat e ardhshme. Lajmi reflekton si medium i cili bazohet me një fenomen të jashtëzakonshëm të qëndrueshmërisë. Ka të bëjë me pikën e shkrirjes. Institucionet shtetënore, shteti, funksionet kryesore në nivel të shtetit, edhe njerëzit që udhëheqin ato institucione, mendoj se nuk duhet me pas pikë shkrirjes. Sidomos mediumet që është ana tjetër e politikës. Për që mendoj se Lajmi ka qëndru edhe në atë imunitetin e vetë të qëndrueshmërisë dhe të ruajtjes dinjitetit të etikës gazetariske, ka qëndru duke ju falenderu këmbgulësisë ose themi kokfortësisë, mos e pas pikë shkrirjes. Sa është shumë e rëndësishme në konstelacionet politike në Maqedoni, për shkak se është një konglomerat, një përzierje ku shumë interese të ndryshme materën e vënë në rend-parë. Kështu që unë konsideroj se këto 20 vjet Lajmi e ka mbajtur e ka konservu atë terrenin e duhur që sot me kredibilitet të jashtëzakonshëm me dal edhe me e shpreh përmes dhënies hapësirë njerëzve të ndryshëm, me shpreh ato mangësitë themi ose elementet që deri tani nuk janë shpreh në politikë. Unë e shoh si një medium i cili në 20 vjet të ardhshme duhet ta jap kontributin edhe më të madh
për shkak se shumë tema të mëdha, të rëndësishme në vazhdim ende nuk janë hapë. Nuk janë hapë. Këto 30 vjet të pluralizmit politik kanë kaluar asisoj që kryesisht janë diskutu tema që janë prek edhe tema të mëdha, po janë tret në ato interesat e ndryshme, për që mendoj se në të ardhmen lajmi ka konzervu mjaftueshëm teren për me u hap tema të mëdha. Unë i dëshiroj sukses shumë të madh, shëndet udhëheqësit Fiziut dhe stafit tij për qëndrueshmërinë dhe për mos pasjet pikë të shkrirjes. Praktikisht ajo është elementi kryesor që mban personalitetin, e mban dinjitetin edhe të njerëzit, të individit, por edhe të institucionit, për shkak se gazetaria është jashtëzakonisht është sektor shumë delikat dhe shumë i rëndësishëm që elementi të vërtetës të përcillet te masa.